Në zgjedhjet lokale, VMRO DPMNE fitoi 55 komuna përfshirë edhe qytetin e Shkupit. Kryetari i partisë Kristian Mickoski në një mesazh për LSDM tha se nuk ndihet i lumtur për humbjen e tyre, por kjo është për shkak se nuk janë reformuar. Vonë mbrëm në selinë e partisë broritej fitore, por duket se marrja e Brvenicës dhe Kërçovës ka një kuptim të veçantë për ta. Pas kësaj kryetari Mickoski shkoi menjëherë në Brvenicë për t'ia uruar personalisht Jovica Ilievski dhe më pas në Kërçovë te kryetari i ri Aleksandar Jovanovski. Знаете дека не заслужувам името да му го спомнам, тој против кандидат се обиде да профитира на името на националните поделби, на етничките поделби. Не успеа, поразен е. Но морам и да признам и да соопштам една посебно силна порака, која доаѓа оваа вест, а таа е од нашето Кичево. Кичево! Падна мито дека Кичево е нивно или наше, мала или голема општина. Кичево е на кичевчани. Победи надежта дека иднината не се гради со поделби, туку со почит и заедничка работа. Pas 3 komunave në rrethin e parë dhe 3 të tjera në të dytin, LSDM përfundoi me 6 qytete të fituara, 10 më pak se më parë, gjë që e thelloi krizën e partisë. Në mëngjes, erdhën edhe dorëheqjet e nënkryetares së partisë Ana Qupeska, si dhe kryetarit të organizatës komunale të Gjorgje Petrovit, Kostadin Acevski, i cili ishte edhe kandidat për kryetar. Filip që dje njoftoi ndryshime kadrovike. Ovi izbori se jasan патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене, као председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски, и како што веќе најавив, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор, на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период. Vlen në këtë garë zgjedhore doli e dyta me 9 vende kryetarësh komunash. Izet Megjiti, i cili në rrethin e parë mori pozitën e kryetarit në Qajir, tha se sovrani vullosi që legitimitetin e shqiptarëve ka vlen. Ne ju tham që në fillim, të janë zgjedhje lokale, zgjedhje për komunat, ata kërkuan referendum, kërkuan legitimitet, dhe votuesi sovrani e vullosi që legitimitetin në shqiptarëve e ka vleni prej Dollnenit deri në Dibër, deri në Strug. Prandaj, sonte kanë fituar shqiptarët, sonte kanë fituar ata që kanë besuar në ndryshim. Koalicioni AKI udhëhequr nga BDI fitoi 4 vende kryetarësh komunash. Kryetari Ali Ahmeti tha se në një farë mënyre ka një rezultat të mirë pasi morën një numër të madh votash. Rezultatet për disa komuna nuk janë pasqyrë e vullnetit real të qytetarëve, por pasojë e koalicioneve jo parimore dhe marrëveshjeve të përkohshme që në thelb kanë shkelur frymën e garës demokratike. Këto bashkime artificiale mund të na sjellin fitore afaqshkurtra në letër, por do të kenë pasoja serioze për progresin dhe arritjet e dirithanishme në nivel lokal, por sidomos në nivel kombëtar. Lëvizja Zna mori një komunë, pra kryetari Maksim Dimitrieski mori edhe një mandat për Kumanovën. Në Strug fitoi kandidati i pavarur Mendi Qyra dhe në Shutorizar Kurto Dudush nga Unioni i Romëve.